Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të ende të datës 6 mars. Mirë se ju gjejt të gjithëve. Jemi drejt për drejt si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Dhe sot do të jemi në këto 2 orë të parë të mëngjesit, fillimisht duke ju informuar dhe më pas komunikojmë së bashku diku rreth orës 7:15 minuta. Me lajmet nga vendi do të jemi si fillim në Ora News.tv, autori dyshuar i palestinezës në Tiranë bante dokumente greke dhe pasaport Kosovës. Duke shqip mjaftë të dashuruar, pse palestinezët Babe Bi u prezantuan si çift. 10 vite gjyq për një vezë. Mema, policia u bë palë me rëmbyesit, na dhunuan universitet, në furgon dhe në komisariat. Shqipëria rekord për numrin e të burgosurve Komiteti i Helsinkit, gjykata të bindura pas vullnetit të prokurorit. 10 vjet gjyq për një vezë, Matlia gjatë gjykimit u kuptua se gjithë akuza ishte ngrehin e dobët. Aksident në aksin Gjirokastër Kakavir raportohet për një të plagosur. Me letra e firma false si u përvecua prona 300 milion euro në Ksamil. Mashtroi qytetarit dhe mori para për vizë pune, pronari agjencisë, gazetarët, jam kushëriri i Nureddin Dumanit. Na bëri dëm të madhe i Piro. Përgjime, ja si u fundon stafi i Universitetit Bujqësor. Dëshpia misteri palestinezës në Tiranë si punojësi i Guidës gjeti trupin e pajet të vajzës së re. Duhet me ardhë dokumentet e akshit si hetimet në UBT zbuluan shkelje ligjore të personave përgjegjës të nivelit akademik. Ania Moliva me 2100 ton mbetje, prokuroria e Durrësit është gjetur një laborator që mund të bëjë analizat. Pas vetëdorëzimit në polici ekzekutohet masa e arrestit me burg për avokatin Radovan Çela. Ligji për rinin i konsultuar gjërësisht me organizatat dhe grupet rinore. GKK është pa fajtori gjyqtarin e gjykatës Elbasanit Ilir Pashaj. 2 të zhdukur në Tiranë, familjarët në alarmin në polici. Dëshmit kush është karteli rus Hiprom, që fshihet pas trafikimit të ukrainasve në Vlorë. Vedërzot Radovan Çela i përfshin në dosjen Zarka për çfarë akuzohet ish kryeprokurori i Vlorës. Ndërtoi paleje në tokë publike, arrestohet Irium Ksamil. Polici futet në trafik armësh, si agenti infiltruar zbuloi rrjetin në Gramsh. Armatimet ndërgoheshin në Maqedoninë e Veriut. Një pjesë e Tiranës mbeti pa energji elektrike, ja çfarë shkaktoi problemin. Alarmohet 41 vjeçaria në Tiranë, më bojnë komente fyese në rrjetet sociale. Emri kërcënoi të birin, arrestohet 51 vjeçari në Durrës. Dështon seanca për bashkëpunëtorët e grupit e bashkëpunëtorët e Jorgo Goros, GKK gjobit avokatët, ja kur do mbahet seanca e radhës. Partizani Amar Maltezi kërkoi heqjen e arrestit të shtëpisë, GKK e rrëson. Aksidenti rënd në Lezhë, përplasen një autobus, një kamionçi dhe një vetur dyshohet për të plagosur. Gripi i shpendëve nis hetimi epidemiologjik, grupet e punës kryen verifikimet në terren. Trafik armësh drejt Maqedonisë së Veriut dhe falsifikim dokumentesh 3 të arrestuar. E përplasin me makinë dhe u largua nga vendi i ngjarjes, arrestohet inspektori i policisë në Korçë. Goditi një shtetas, arrestohet 33 vjeçari në Himar. Akuzoi nga Spaku se lejoi kultivimin e kanabisit kur ishte shef krimesh, një GKK pushon çështjen e kryebashkiakut të Partisë Socialiste. Branga i riu i shpallur në kërkim prej një viti në bashkëpunim me baban dhe vllani bën prit kushëririt. Inspektorati i lartë i drejtësisë nis hetim disiplinor për gjyqtaren e Kuksit, Aisha Xhafa. Mbetje toksike prej 3 muajsh në Shqipëri, rrjeti i Bazelit i kthehet prokurorisë së Durrësit, e papranueshme, nuk ka transparencë për hetimet. Shpërthim në një fabrik në Fushkruj. Lezerenca mburej se kishte lëvizur 80 milion euro në Shqipëri me të, pse Stefania Nobile shkoi në Shqipëri. Spak përgjoj kushtetuese në ish prokurori Beci, problemi qëndron te ligji. Hajdutët që na vjedhin lart hëngshin kokën, fermeri pret mollën në Devoll, shkaktu ngesa e tregut. Shohim lajmin nga politika. Për shëndetësinë madhështore.
Armata e këngëtarëve, gazetarëve, analistëve të mbetur ekonomikisht jetim nga taksa që u jepte Veliaj do kaloj në borderot e Kumbarës. Vangjeli, frika më e madhe e PS-s është nëse SPAK shndrohet në faktor elektoral. Shkullaku para fushatës si çarmatoset Veliaj e ky bon sikur ja morën, ja sikur e lëshoi, jo sikur e lëshoi, e lavë shplavë mirë Veliaj dhe më pas i shkoi SPAK. Ulsi Manja, takim sekret në burg me Veliajn, urdhëroi lejimin e telefonit e të mos i ndalohen takimet. A do ndikoj arrestimi Erion Veliajt në rezultatin e Partisë Socialiste, çfarë thot sondazhi? A do bashkëpunoni me Bashën nëse do ishte e nevojshme? Noka përgjigje qartë me këtë reagim. A keni ftuar partitë të tjera opozitare në koalicion? Noka, Berisha u ka bërë ftesë. Ylli Zvaraniku nuk mbaron pa ju futur koka, Shkurti, Veliaj po përpiqet të mos ikë nga politika. Lije Pasekurak, Mustafaj abuzoi me pushtetin për të intimiduar dëshmitarët. Ky fakt mjafton për qëndrimin e tij në paraburgim. Pas arrestimit të Veliajt rritet besimi për SPAK, çfarë tregon sondazhi? Veliaj ka marrë tipare dhe një burgaxhiu, Koka, Rama ka shkarkuar gjithë drejtuesit e Ypsilësit që lidheshin me kryebashkiak. Ekspertët për zërin e Amerikës, votat e diasporës ndikojnë afro 20 mandate në zgjedhjet për kuventin. Berisha në projektin Shqipëria Madhështore, Shqipëria mund të bëhet realisht një superfuqi energjetike në rajon. Skërbali takohet me kryetarin e kuventit polonisë, zbardhen diskutimet kryeparlamentarja, Shqipëria në BE në 2030 në objektiv strategjik. 100 ditët e para të PD-s në qeverisje, Teliti rimbursim automatikisht i TVSH-s, kontroll vjetor për bizneset prodhuese. E drejta dhe rëndësia e votës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, takim me votues për herë të parë në Devon. Denoncimi i krimeve zgjedhore, nis funksionimin faqja e SPAK-ut, ja si bëhet denoncimi. PD çon Sinajn në gjykatën kushtetuese, kuvendi rrezoi kërkesën, opozita vën në lëvizje gjykatën me firmat e deputetëve. Vota e migrantëve, pesha specifike sipas qarqeve, si mund të ndryshojnë raportet. Zgjedhjet 11 majit, Meta, numri i aplikimeve të shqiptarëve jashtë Shqipërisë ka qenë një shifër rekord. Përfundimi i afatit të regjistrimit për votën e diasporës, zëri i Amerikës asnjë shans për rishikimin e mbi 42.000 kërkesave të refuzuara. Emrat janë këta 40 deputetët e sigurt të Partisë Demokratike. Ambasadori Mejdani takon drejtorin e Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane dhe përfaqësues të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Në garë për deputet, Meta në Tiranë, Dule Idrizi ndaj Vlorën dhe Tiranën. Rrëzohet kërkesa e PD-s, Nuri e nevojshme që të shtyhej afati për regjistrimin e emigrantëve. Berisha kërkon liri në gjykatën e lartë, paraqit kërkesën për heqjen e detyrimit paraqitjes. Fonde miliona lek brenda familjes, Trinomi Arbër Velia, Jola Xoxa dhe Valbona Xoxa. Shohim lajmin nga rajoni. Po në fund përfundon numërimi i votave në Kosovë. Konfliktohen për një borxh 46 vjeçari shqiptar lëndon 2 vëllezër në Greqi. Përplasje mes shqiptarësh në Greqi lëndohen 2 persona. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë kundërshton gjetjet në Maqedoninë e Veriut për ujin nga Kosova. Shkupi nënshkruan marrëveshje me Berzhin për ndërtimin e kalimit të përbashkët hekurudhor me Serbinë. Delegacioni kosovar konfirmon heqjen e Kosovës nga agjenda e Komitetit Politik të Kijes. Rritja e aktivitetit sismik në detin e Gje i ka lënë ishujt grek të pabanuar. Kërkojnë Austri për trafik droge 30 vjeçari kapet në doganën e Morinës. Veprimi SID plus forcon strategjinë e menaxhimit të rrezikut doganor të CEFTA-s 2025-2028 në Palermo.
Epopeja UÇK-s Kurti mbi luftën e gjakun të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Parlamenti serb rikthehet pas kaosit, masa të forta sigurie në godin, seanca nis në më pak se gjysmën e deputetëve. Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës i kushtohet epopes UÇK-s. Pas protestave masive të lashe për Mitsotakis, opozita dorëzon në parlament mocionin e mosbesimit. Njëzet e 7 vjet nga rënia heroike e jasharëve, sot nis epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Osmani pret komandantin e KFOR-is, stabilitetin në Kosovë faktor kyç për sigurinë e rajonit. Deklaratat e Kurtit, KBK dhe kryeprokurori, zbatimi i ligjit nuk mund të keq interpretohet sipas interesave. Numërohen votat me post në Kosovë. Vetëvendosja merr 51.57%. Flakadan dhe gaz lotësielës në kuvend Vučić kërkojnë përgjegjësi ligjore. Kurti Brers ka koalicione me partitë e mëdha do qeverisin vetëm. Një kalim i ngjashëm si me Shqipërinë Gashi nga 1 prilli, kalimi Kosovë-Maqedonia e Veriut do të bëhet pa ndalesë të dyfisht. Opozita serbe në Kosovë paralajmëron mobilizimin e serbëve në mbrojtje të Vučić. Zjarret hym kuvendin serb, Dashevci ishte një kaos total, fundi politik, por shihet. Maqedonia e Veriut gjen bakterin koliform në një mostër uji të importuar nga Kosova. Jo me lajme nga bota. Ndronjet kongresmeni demokrat Sylvester Turner në disa orë pas fjalimit të presidentit Trump. Tarifat Trudeau bisedon me Trump, por ende pas zgjidhje tregtare mes dy vendeve. Zbulosi u krye lokali VIP-ave në Milano në fole prostitucioni, parat u pastruan edhe në Shqipëri. Macron njofton mbledhje me krerët e ushtrive europiane javën e ardhshme në Paris. Tequila në krizë, shkak tarifat e reja të vendosura ndaj Meksikës nga administrata Trump. Franca, Britania e Gjermania thirrje Izraelit të sigurojë rrjedhën e lirë të ndihmës në Gaza. Me keqja nuk ka ardhur ende, meteorologët spanjoll paralajmërojnë qytetarët për përmbytje nga shirat. Rumunët protestojnë pas arrestimit të kandidatit favorit për president të ekstremit të djathtë. Turqia Erdogan pret në Ankara presidentin e Azerbajxhanit. Një shqiptar në parlamentin e Hamburgut. Donald Trump propozohet për çmimin Nobel për paqe, kongresmeni amerikan, askush nuk e meriton më shumë se sa presidenti. Vjen dhe pra nga 22 vjeçari shqiptar në Itali me çfarë u kap në flagrant. Mjetet më të vjetra të kockave u gjetën në Tanzani, datojnë 1.5 milion vite më parë. Lëkundja e tërmetin në Meksik, ja sa ishte magnituda. I vënën akuz për korrupsion kryeministri portugez Montenegro çon qeverinë e tij në votbesim. Rumania shpalli persona non grata 2 diplomatë rus. Reuters shëba bisedime sekrete me Hamasin për lirimin e pengjeve amerikane në Gaza. Lufta tregtare shëba Kanada, Trump dhe Trudeau pritet kenë një telefonat për negociuar tarifat. Amerika është rikthyer mema Ukraina në presion diplomatik, tërheqje financiare. Vjen biseda e parë telefonike e këshilltarit sigurisë kombëtare të Shtetet e Bashkuara Mike Waltz dhe këshilltarit Erdogan. Baj do të prezantoj një sistem të ri kontrolli nëpër kufi, çfarë duhet të dini. Udhëton 220 km/h me makinë dhe filmon, shqiptari shpëton për pak nga dëbimi. Texas për hapja e fruthit thekson rrezikun e hezitimit ndaj vaksinave. Nuk ka bërë mendja, kaqoru desh krijohej veshja e Lupita Nyong'o për Oscar.
Operacioni masiv në Barcelonë dhe grupet shqiptare disa të arrestuar. VOA, Kina përballet me sfida ndaj ambicieve të saj ekonomike. Marina Mbretërore gjurmon një luftanie ruse pranë ujrave britanike. Gjykata e lartë në SBA kërkon nga administrata Trump zhbllokimin e afro $2 miliardë për ndihmën e huaj. 28 vjeçari dënohet me burg në Londër. Analiza e Zërit Amerikës: sa mundet Europa të armatosë Ukrainën. SBA-ja pezullon ndarjen e informacioneve të inteligjencës me Ukrainën. Të radhës dhe të fundit, lajme nga bota, nga sporti. Barcelona mposhtë Benficën me 10 lojtarë, një gol në fund nderon Liverpoolin në Paris. Bayern Munich mbyll llogaritë e kualifikimit, Leverkusen nuk reziston në Allianz Arena. Video Bayern dyvishon shifrat ndaj Leverkusenit me Murcial. Vari prish festën. Arashveljes, Barça mbetet me 10 lojtarë ndaj Benficës. Paraqitje fantastike Aslani në Champions, nota dhe statistika e shqiptarit. Champions League, Interi fiton pastën në Rotterdam, Zekaltrit thyen Feyenoordin. Daja, Ignatia ka kontingjent, ne nuk kishim energji në këmbë. Ignatia fiton ndaj Dinamos dhe blindon Kreun, Vllaznia rimer vendin e dytë dhe zhyt në krizë Partizanin. Menaxheri i Anthony Sulmon Amorim nuk I dha besim pse lojtarët e Manchester United shkëlqejnë në liga të tjera. Champions League, Aslani nisi titullar. Skandali I madh në MMA, lufton në vend të vllajt binjak identik, tradhtohet nga tatuazh. Bayern duhet rregulloj bilancin drejt shitjes së sulmuesit francez. Arbitri I kafshojnë, shtyhet ndeshja në Gjermani. Ish trajneri I Shqipërisë Rodrigo në nivelin e Mbappes dhe Vinicius jep ekuilibër skuadrës. Agenti Jorge Mendes zbulon të ardhmen e Lamine Yamal. Casano kritikon Conceição që kur ai erdhi nuk kam parë një ndeshje të mirë. San Siro në drejt shembjes, Bashkia e Milanos në pritje të dokumentit të fizibilitetit. Italianëzimtat nga jeta Bruno Pizzul, komentatori I famshëm Azzurr. Ancelotti mori një avantazh të vogël, imagjinoni çfarë feri na pret në ndeshjen e kthimit. Szczesny, stresi dhe armiku im si futbollist ndeshjet I përgatis duke medituar. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore në fakt 24 orët e fundit, që ne ju përsëritim çdo ditë përmes faqes son të webit oranews.tv, dhe që ju nga kudo që ndodheni mund të na ndiqni pikërisht aty në faqen e webit pra oranews.tv për lajmet dhe zhvillimet në ngjarjet më të fundit nga vendi, rajoni, bota, sporti dhe shumë rubrika të tjera. Bukur, kthehemi në studio, jemi në vijim të pjesës së parë të emisionit, ora 7:19 minuta në komunikim me ju në 068 99 00008 dhe 068 6054 639. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin. Jam nga Fieri u flas. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Nga Fieri flas Fredi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. E kam ul kret. Urdhoni. Po ndjon. Po të dëgjoj shumë mirë. Jam ai që kam dërguar atë në WhatsApp që kam fatëror që në 15 vitit 2015. Po e di ndëruar. Nuk na ka ardhur akoma përgjigje I dashur. Pres sot ose nesër. Sot ose nesër. Mendoj, të paktën nga afati, ose? Mirë? Po mirë, të marrë nesër, apo të marrë ti? Unë e kam numrin tënd, do të telefonoj unë pa merak. Mirë. Dakor? Mirë, faleminderit. Të përshëndesi dashur. Ditë mbar. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, si kalove? Mirë, si jeni ju? Si ke qenë, më shtatë mirë? Mirë.
Shiko, të kam marrë para një anë për legalizimin e një objekti, që të thash kam legalizim objekti, po nuk kam legalizim trulli. Edhe mëse do të interesohem unë dhe do të njoftoj dhe s'kemi marrë as një kontakt. Me emër? Molos Radhima, në emër të babait, është moshe vjetër. Ku ma keni sjell, ju lutem? Urdo? Ku ma keni sjell dokumenti? Jo, mbajt e shënim, dokumentin s'ta kam sjell, po duhet ta sjell në WhatsApp. Jo, më duhet dokumenti në këto rrjete sociale, besoj i përdor Klodi Karaj, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, duhet... Sepse më duhet dokumenti i aplikimit patjetër i dashur. Dakor, ti shko te Facebooku, mund të vi fotografia nëse tani sun te Facebooku, fotografia e kësaj certifikatës që kam të objektit? Po, a ke aplikuar për shërbimin tjetër? Për tokën? Unë kam aplikuar, kam nisur 3... Ajo tokës më duhet. Më fal një sekond, shiko. Kam legalizimin e objektit, kam rrotull 5 vjet. Kam nis 3 shkresa me noteri, që i ka nis noteri, i ka nis Tirana Veri, për arsye për të marrjen e faturave, për ligjërimin e kësaj. E kuptova. Tokës. Vetëm dokumenti. Dhe nuk më ka kthyer përgjigje. I kam nisur edhe 3 shkresa tjera me dorë, me post, dhe prap nuk kam marrë përgjigje. Me nis dokumentet i nderuar dhe ta ndjekum pa merak. Po do ta nis te Facebooku jote? Po. Mirë, do t'i bëj një fotografi tash e t'i jap djalit ta nisi. Në rregull. Faleminderit. Gjithë të mirat, miru dëgjofshim. Faleminderit ju për telefonatën. Jemi në pjesën e parë, në përfundim në fakt. Dhe presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga Korça flas. Urdhoni. Ule zërin Desha të bëja një pyetje. Ule zërin më parë, të lutem. Kam vajzën, ka punuar infermiere në vitin 2020 në Korçë. Ule zërin e televizorit. Kam vajzën, deri në vitin 2020 ka punuar infermiere këtu në Korçë. Po. Nga ky vit ka shkuar për punë në Gjermani. Aha. Mund të paguaj siguracione për periudhën që është në Gjermani të paguaj këtu këto vite? Jo, i nderuar. Jo, mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Do shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje tjetra. Urdhoni. Të pak me Klodin? Klodia. Ha? Po, Klodia. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Ka ligji këtu në pensionistëve që dojë. Po. Dhim për qaj për të nxjerrë një ditë të punës që savë njerëzën, për shemë dhe i vajtu si Galen në kohë që një Galen i ka vitë dhe punë konkret. Po? Edhe, dhim për qaj e së më majnë punë, se ditë, e ligjës, shikos. Po, e ligji është për ata që s'kan dalë në pension, që t'jeni qartë. Po mi për jata shi ka dalë, i ka mos të shi moshën. Kur? Kur i nderuar? Dha? Kur? Kur me 12 shkuar blogët? Është miratuar më vonë ajo, pra. Tash neve do hapim ne gjyqe, do presim në sa kohë. Vetëm me gjyq i dashur. Faleminderit shumë. Ai ligji sa televizori thotë që sigurisht miratuar e ligji. Ja, është për kategori të tjera i nderuar. Gjithmonë ne tash dalim në pension. Faleminderit dashur. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Dhe nuk është e vendosur, që të jemi të qartë. Kemi telefonat tjetër? Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti si keni? Mirë si jeni ju. Uleti zërin e televizorit, ju lutem. Një gjë. Urdhro. Po ule zërin e televizorit. Kam apliku për gruan. Ule zërin e televizorit një herë, të lutem. Ule zërin e televizorit. Edhe s'mi ka ndalë që të më tash gjithë punë. Nuk të dëgjoj dashur. Urdhoni. Kam apliku për gruan. Po. Për këtë vitet e punës, mo që ka dalë në kooperativ. Po.
shumë mirë. Si ka dalë vetëm 8 muaj. 5 vite 8 muaj. Po, se më thonë sigurisht se u thash ka api kompromis, se ka moshën 25 maj, sa vite ka zonja? Që vjen, ban 63 vjet. Edhe njëherë më dëgjoj pak të lutem. Shkova aplikuam këtë përgjigje është për 5 vjet 8 muaj. Po pjesa çfarë rrugët mund ndjekum? Po ku i mungojnë këto vite? Sa vite ka në total sipas llogarisë që keni bërë? Po ti ka punu më vërtimisht kooperativa i kanë si qysh moshën 14 vjeçe, 16 vjeçe, se diskutuar dhe punë, po nuk i ka dhënë tjerëve vetëm 5 vjet 8 muaj në kooperativë bujqësore. Me gjyqi dashur, s'ke rrugë tjetër. Vetëm me gjyq. Po, patjetër. Për fat keq. Me fjalë nuk çka sa më një rrugë tjetër, ha? Jo i nderuar. Hajde, ditën e mirë, përshëndetje. Faleminderit shumë për telefonatën, më vjen keq. Faleminderit. Të dash të përgjigje, por kalojmë në publicitet dhe e mora vesh dhe vi pas pa. Presim dhe i tjetër. Themi në studio në pjesën e dytë të programit, flasim për huin, e dini tashmë që zgjidhja vetme dhe duhur për shëndetin e të gjithëve ju është EcoSoft. Abonohuni me shumë pak lek në krahasim me shpenzimet aktuale që keni për siguruar ujë të pishëm në shtëpi tuaja dhe përveç kësaj koha gjithashtu ta keni gjithmonë në shtëpi. Nuk do të keni nevojë të dilni në mes të natës apo në mes të vapës, shiut, dëborës e gjitha me radhë kushteve atmosferike, por EcoSoft do t'ju mundsojë që ta keni gjithmonë ujin e pastër në shtëpi tuaja. Mjafton të telefononi në 067 40 40 504, madje mund përfitoni nëse thoni që këtë mesazh po e quajmë kështu e keni parë tek ne. Si do doni ju tek Lodi, te ora news, te ora juaj. Zgjidheni vet mënyrën dhe formën se si do e thoni dhe do të keni goza surpriza dhe oferta. Faleminderit EcoSoft, mirëmëngjes telefonata e kësaj pjese të dytë. Urdhroni. Zatim Klet, jo mora para janë 3 javë për atë problemin e rrugës Velipoj Shnjin. Edhe çova ata dokumenta që më kërkove në Instagram. Ku, cili rasti dashur, më thuaj emrin? Mark Syli. Aty mi ke dërguar dhe dokumentet? Me këtë emër? Po, ti kam dërguar. Me këtë emër? Po, me këtë emër. Një moment. Sa ditë ka? Ka janë 3 javë. Një moment. Mark Syli, e? Po. Ja ta gjej. 3 javë janë shumë. Po e gjeta. Në çeljen e fundit të radhës i nderuar, që do të jetë diku nga fillimi i prillit. Po, kuptova. Me çeljen e fundit të radhës do të bëhet kompensimi dashur. Më kupton? Po mirë. Falenderoj shumë. Shëndet. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. E mbyllim me qenë se s'flet dhe presim tjetër. Alo? Mirëmëngjesi. Urdhoni zoj. Mirëmëngjesi. Urdhë. Klodi, desha më gjava dje në televizor. A është e vërtet që ka dalë ky ligji për këtë pensionet të Italisë, se kam 6 vite. Çfarë ligji? Ke dalë në pension zoj? Unë kam dalë, të shte kam dalë, ka 2 muaj. Jo, nuk është për ju dashur, është për ata që s'kan dalë. Më kupton? Po, kuptoj. Të mona na e ta ishin e prit ka hone. Urdo? Na ta ishin e prit, sem. Nuk bëhet mi qomë rapë letrën? Jo e dashur, vetëm me gjyq. Vetëm me gjyq? Po e ndërruar. Faleminderit, kalofsh mirë. Të lutem, faleminderit edhe për telefonatën. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po di më falë që të bezdisa, po më thatë para 2-3 ditësh që ta kërkoj djali atë letrën që kam mësuar të UCAP-i juaj për punën e shtëpisë, për legalizimin. Po. Ta kërkoj djalit tek ajo Ilo Benja. Ai e ka hapur atë te hapësira ime dhe dokumentat e mia dhe nuk ka marrë asnjë lloj përgjigje. Nuk ka marrë asnjë lloj përgjigje. Ka asnjë gjë të shkruar atje. Okej. Në rregull, do ta shohim pas emisionit të dashur.
Faleminderit shumë. Asgjë fare, të lutem, faleminderit e ty. Të lutem. Po. Okej. Presim tjetër? Mirëmëngjes. Alo? Kemi Frank? Alo, përshëndetje. E mbyllim atëherë. Mbyllim dhe presim tjetër nëpërmjet dy numrave të kontakti që I keni vazhdimisht në ekranet tuaja. Ora 7:34 minuta, pjesa e dytë e programit për takimin e kësaj tende të datës 6 mars 2025. I presim në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një banor I Vlorës. Po? Edhe doja të bëj një pyetje po ke mundësi. Më thuaj, bëje. Kam qenë ushtarak edhe tashti kam filluar në një firmë ndërtimi. Marr pension parakoshëm, edhe kam filluar një firmë ndërtimi, po vajta për të marrë atë shpërblimin dhe nuk më dhanë. Shpërblimin e kujt? Po këta që dha shteti shpërblim për këta pensioniste për ne. Po pra, po ku ti ishe marrëdhënie pune? Tashti kam filluar, kam ja 5 muaj marrëdhënie pune me ndërtim. Po çfarë shpërblimi kërkoni të kempit? Po ju ishte prerë në atë kohë? Jo, shpërblimi që dha shteti në ato 100.000 lekë. E kuptova, pra, po cilin këtë tani apo atë në fund vit? Këtë tashti, këtë radhe. Po kur të është lidhur kempi ty? Po s'jam në kemi, janë në pension parakoshëm. Në pension parakoshëm, jo, nuk, ju as në vit të ri nuk keni marrë, Jo. Po pra, nuk keni qenë pjesë e kategorive përfituese nderuar, të gjithë. Po nuk më takon. Jo nuk takon vetëm ty, të gjithë ata që janë si kategoria juaj. Absurd është patjetër, por që kështu vendos. Mirë, faleminderit. Falenderoj ty nderuar. Ditë mbar, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Po bisedova para 2 javësh me ju për legalizimin e banesës në dhe më the dërgoni dhe deklarimin të rritës sociale dërgova, po nuk më ke këtyre përgjigje, nuk interesuat, ka ndonjë përgjigje për mua? Ku ma ke dërguar? Ka dasë në Pogadetit dhe deklarim për legalizim banesë. Ku ma ke dërguar aplikimin që ta shoh? Në Messenger. Me emër? Luftar Bashalli. Më dëgjon? Ja, ta kontrolloj. Po, jo, kam të dërguar 2 herë, kemi biseduar bashkë 2 herë, por... E di, po të shoh përgjigjen i nderuar. Po. Edhe në Instagram, si më se dërgon të rritës sociale, për dhe deklarimi që të interesohemi. Një sekund. Në Udonisht, ë? Po. Ai komunë përshin. Jo, dakor, po them. Duhet bërë një dorëzim dokumenti i nderuar, por pas emisionit do të sqaroj këtu ndërkohë po shkruaj edhe një mesazh, po, që të kujtohem, dakor? Mirë, faleminderit. Nuk ka problem tjetër, faleminderit e ty. Shkojmë te radhës, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Kemi bërë kërkesën për atë kompensimin e dritët, po okay, ka dalë ke Albania, po ke pensionet nuk është futur. Ka dalë në Albania dhe nuk është futur në pension? Po. Po si kështu? Nuk e di. Kur të ka dalë? Me datë 17 ke Albania. 17 të shkurtit? Po. Ke pyetur të sigurimet? Jo, nuk kam pyetur. Shiko, 17 shkurt, po një moment. Mos, këtë të marsit e ke marrë pensionin? Jo, nuk e ka marrë, fa ne shikova dhe të marsit. Po bravo, po pra. Po se si e kupton që s'është futur në pension atëherë, kur nuk e ke marrë? Më kupton? Fatikisht shumë ishte ke pensioni, ishte futur dhe ajo bonusi, po këto dritët jo. Po ti të se ka marrë? Nuk e ka marrë akoma. Edhe njerë. Kur nuk e ke marrë, si e di? Më kupton e dashur? Pra ti ke aplikuar për kompensim energjie, ha? Po. Dhe thua që ka dalë një Albania? Po.
Ndërkohë pensionin e këtij muaji nuk e ke marrë akoma për të kuptuar në rast se janë gjeneruar këto para apo jo. Është kështu. Po nuk e kam marrë, po. Po atëherë si e dini që nuk kanë kaluar paratë e kompensimit? Po e shikova ma shikovi ajo zonja ke i Odenja, prandaj. Jo, nuk ka lidhje dashur. Kur të marrësh pensionin, do marrësh dhe kompensimin e energjisë. Më kupton? Mos u shqetëso fare. Në rast se jo, na telefono sërish. Mirë? Faleminderit. Asgjë fare. Faleminderit ju për telefonatën. Në presim tjetër. Mirëmëngjes. Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dashur. Klodi, bëhet fjalë ka dalë burri në pension në Korrik dhe 13 vjet të minierës në 2 shkallë të apelimit erdhi përgjigje negative. Po pse kështu? Po nuk e përdorot, librezën e kemi. Aj. As me gjyq nuk ja morën për bazë? Jo, gjyqin, në gjyq nuk kemi vajtur, të 2 shkallë të apelimit Gjirokastër dhe në qendrorin e Tiranës. Si, nuk kemi vajtur në gjyq, por 2 shkallët të apelimit, po gjyq është edhe ky, çfarë është? Në gjyq s'kemi hapur gjyq. Po përse? Kemi pyetur vetëm ankimimet në Gjirokastër dhe Tiranë. Se kuptova, çfarë ankimimesh? E kujt? Urdhro? Ankimimet e kujt e dashur? E ankimuam të Instituti Sigurimeve Shoqërore në Gjirokastër, Instituti Sigurimeve në Tiranë. Dhe përgjigja erdhi negative. Aha, edhe në këtë rast. Edhe në Tiranë, po. Ja, vetëm me gjyq e dashur. Me gjyq? Ky ligj i ri nuk njihet o Klod. Jo, dëgjoj pak e dashur. Ligji është edhe funksionon, por nuk është për ish minierat, është për ish ndërmarrjet bujqësore, ish kooperativat bujqësore këto me radhë, po jo për miniera. Ajo masë e vogël e pensionit që ne ka dalë merret, Klod, apo kur të fitohet gjyqi? Ajo merret dhe vazhdohet paralelisht me gjyqin. Falenderoj. Asgjë fare. Në rast se ka 15 vite, do të thonë në rast se ka deri në 15 vite, sepse 13 vite minier ka. Ja, një moment. Pensionin tjetër mund ta marrë dhe paralelisht mund të vazhdoni gjyqin, por në rast se ka 15 vite minimumi. Pra sa vite ka përveç tyre të minierës? Ka dhe një 3 vjet në rruga Ura që nuk e kanë siguruar dhe këto. Ka goxha, ka 30 ca vjet, Klod. Në rregull. Domethënë përveç këtyre viteve që nuk ja njohin, ka dhe 33 vjet. Ka dhe 33 vjet, kështu që po, e merr atë pensionin dhe ju ndërkohë vazhdoni paralelisht me gjyqin dhe kur të dalë ajo pastaj të bëhet. Vetëm me gjyq, ë? Po. Falenderoj. Asgjë fare, të lutem. Gjithë të mira. Ju dëgjofshin. Telefonata më mëngjesi. Alo. Urdhëroj dashur. Përshëndetje, Klodi, si jeni? Nga Shkodra, apo jo? Po. Unë kam 2 vite që kam dalë në pension, por kam patur 2 vjet ekonomiste në kooperativë, 2 e 6 muaj. Edhe pensioni më ka dalë, them drejtën, jo i plot. Edhe unë të kuptoj, ato janë djegur gjitha dokumentat atje ku kam qenë unë, edhe tani e që të aplikoj, kam bërë gjitha veprime që da shumë asnjëherë nuk më kanë kthyer përgjigje. E kuptova, më dëgjoj pak zonjë, se kjo ishte shumë e përgjithshme. Me sa vite punë ke dalë në pension? Me 34 e 6 muaj. Po, dhe sa të ka dalë pensioni? 248. Kur ke dalë, sa kohë ka? Ka 2 vjet e gjysmë. Pse nuk e bërë pak të pas ka dalë, me thonë të drejtën, po pse nuk e bërë aplikim një sa herë. Çfarë aplikimi ke bërë për shembull? Po, kur isha pa e mbyllur. Jo, çfarë aplikimi? Ka bërë edhe shpirt. Një vit gati pa e mbyllur. Po dëgjoj pak. Bëj kërkesë, në kalotek, bëj kërkesë. Se një herë në fillim Klodi me doli. Mos u lodh më shumë zoj se nuk më duhet. Pastaj më doli 150. Alo. 200. Po të them, nuk e kjo dhe 2 vjet, shko, unë bëj aplikim kërkesën ato. Dëgjoj pak se nuk më duhen këto. Nuk më duhen, o zonjë. Alo. Po. Po të duro me zonjë se më lodhe. Më falë më shpirt, O shpirt. Po u lodhe ti njëherë, po lërë unë. Më falë, më falë. Dëgjoj pak tani, dëgjoj. Para 2 vitesh ke dalë në pension me 34 vite 6 muaj, apo jo? Ule zërin e televizorit se do ta mbyll telefonin. Po. Po, e kam ullur. Ule pra tani, ule, të lutem. E kam ullur, Klodi. Mirë, të lutem, okay. Ka lidhje. Mirë, po ka lidhje, po dëgjoj, tani e ule. Ngrit e ule prap. Dëgjoj tani. Ti para 2 vitesh ke dalë në pension 34 vite 6 muaj, apo jo? Dhe ka dalë pensionin 140? 200. 220?
248. Kuptova, thasë edhe 140. Shiko, pak a shumë aq është, por gjithsesi ka vetëm një mënyrë e dashur që ti të mos lodhesh më dhe të mos vish vërdall. Ka vetëm një mënyrë për t'i dhënë përgjigje kësaj në rast se pensioni është llogaritur mirë apo gabim. Është kërkesa për rishqyrtim pensioni. Në Albania ke një rubrikë të caktuar aty që ta jep këtë mundësi. Dhe për 2 apo 3 javë pastaj të vjen përgjigja në rast se është llogaritur sakt apo gabim. Dhe në kushtet kur mund të ndodhë dhe ka shumë raste kur është llogaritur gabim, pra personi duhet kishte marrë më shumë nga sa ka marrë realisht pagesë mujore të pensionit, pas kërkesës pensionistit për rishqyrtim pensioni bëhet rillogaritje dhe i kthehen ato lek në rast se i kanë munguar. Më kupton? Pra s'ka nevojë për asnjë lloj aplikimi tjetër përveç se këtij aplikimi në Albania. Klodi, shqipse, unë jam llogaritare, nuk i di pak a shumë se unë nuk është se jam një shkencëtare të jam llogaritare. Se unë kam qenë kuadër, kam punu me fjalë. Po ku hyn kjo te kjo biseda që po bëjmë dashur? Ato kooperative janë djegur. Edhe nga që janë djegur nuk më dalin mua. Ato do t'i gjesh me gjyq shpirt. Deli plot shkon te 300, shkon gati te 290. Ato do t'i gjesh me gjyq dashur, nuk të dalin me fjalë. Të desha, unë thash nga që pa të ardhë një... Jo, ky ligji nuk është për ata që kanë dalë në pension, është për ata që s'kanë dalë në pension. Prandaj të them. Faleminderit shumë faleminderit edhe të përgojnë që ma kushtove. Okej. Është ora juaj, kështu që jeni të mirë pritur. Ja, po ti thua që është duke folur, nuk iken. 068 99 00008, 068 65 469, dhe kur zjat ka shumë e merë, mos u mërzit pak të lutem. Alo, përshëndetje. Rodi Mingjes. Urdo. Jam një qytetar. Po. Kam djalin në Angli, ka lindur fëmijaj. Ka lindur nusja e djali. Rë? Më thuaj. Ka lindur i fëmijaj. Qysh të registroj që të dërgjojnë e certifikata që të të registroj? Po, duhet të vi njëri nga prindrit këtu. Të vi vetë? Po. Po, sa muaj ka fatë? Sa më shpejt ashtë më mirë në fakse. Po, deri ndoshta disa muaj po. Po, ata kanë pajisë me pasaport atje në Anglirë, në marë fëmijë. E kanë bërë anglez? Fëmijë. Me jetë gjatë. Faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën, ikim me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po desha me të bëj një pyetje për të ligjin e ri që ka dalë tani në fund fare. A na ka përfshirë ne pensionistët që janë gjykat? Shiko, do ketë favorizime në kuptimin e shqyrtimit pak më shpejt të çështjes. Vetëm ky mund të jetë, por që vendimin prap gjyqi do ta marrë. Dhe më thonë që dhe nga shpejtësin gjyqi, në? Si? Mund të shpejtësin gjyqi. Edhe njerë, se dëgjova. Jo, nuk i shpëton gjyqi. Vetëm do përshpejtohet procedura e marrjes së vendimit, kaq. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Po. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Ule. Alo? Urdhoni. Kam gruan ka dalë në 2014, ka punuar në shëndetësi. Ndim smjeke. 40 vjet punë. 40 vjet punë. Mirë, nëse do flisit të dy, jepja zonjës, zotëri. Në fërlet. Kaloja zonjës më mirë. Alo. Urdo zonjë, mirëmëngjes. Përshëndetje. Kam dalë në 2014. Po. Kam pas 20 vjet punë ndim smjeke. Kam qenë, edhe me ka dalë pensioni 236. Po. Sa të ka shkuar? Pastaj shoqet e mia kanë marrë, u ka dalë pensioni më i lartë. Dëgjoj pak, të shpjegoj, e kuptova. Po. Atëre, ty të ka dalë më pak se sa shoqet e tjera, sepse shoqet e tjera kanë dalë me ligjin e ri në 2015 dhe ti ke dalë me ligjin e vjetër. Më kupton? Kam dalë me ligjin e vjetër. Po, në 2014 ishte një ligj në fuqi, ndërsa në 2015 u bë një reformë, një ligj i ri. Më falë, po vitet që kam pas më shumë se sa vite kështu punë? Po si ke pas më shumë se, i bie që ti jesh edhe më e madhe në moshë pastaj, apo jo? Po e madhe unë... Gjë pak, e dashur.
brenda një viti nuk mund të llogariten 2 vite. Pavarësisht se ke punuar më shumë se kaq. Sepse, për shembull, nëse do ecim me këtë logjik, nëse je 40 vjeç dhe ti brenda këtij viti mendon që ke bërë më shumë nga sa, i bie që për një vit ti je 42 vjeç pastaj, apo jo? Po jo, s'not kështu. Sado që të punohet, brenda një viti kalendarik, një vit pune quhet ajo, se aq ka 365 ditë. Me një fjalë është e pa. Jo, po, është e pa rregullueshme sepse ju keni dalë me ligjin e vjetër dhe prandaj ato pas 2014-s pastaj kanë përfituar më shumë sepse ndryshoi mënyra e llogaritjes dhe heqja e tavanit. Se kur kam dalë fiks 60 vjeç. Po, e di. Dhe ato që kanë dalë pas 2014-s kanë dalë me ligjin e ri që u ndryshua dhe përpasoj kanë përfituar më shumë pension. Më ka kapë vjetra mu. Po, ty të ka kapur ligji vjetër. Ligji vjetër, po e saktë. Raf, shumë faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Raf, shumë faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Kam apliku për legalizimi. Edhe unë vetë jam person i verbër. Më dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë, zotre. Edhe thonë që ka dalë emrin në gazetë 2-3 herë, për s'ka kushta tërheqit, kusht interesohet për legalizimi. Me kë jeton ju, i dashur? Në periferi Tiranës. Jo, me kë? Me nusën. Vetëm me zonjën? Po. S'keni persona tjerë? A jam 2 fëmijë, po jam të vegjël. A i keni të vegjël? Çfarë moshe? 17-18. Okej, e kuptova. Janë, shiko. Ajo që do më duhet është vetëm dokumenti që keni aplikuar për legalizim dhe pyesim ne. Më kupton? Ku mund t'ja dërgoj? Po se di nëse i përdorni këto rrjete sociale, familjarët. Jo, nëse përdor do të rrjete sociale se nuk shikoj, po. Jo, familjarët, thash. Po pastaj adresa? Lodi Karaj vetëm. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Ti je mirë, faleminderit ty për telefonatën. Shkoj me tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Alo. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin televizorit yll? Jam një zonjë nga qyteti Durrësit. Edhe një po kemi ngel mes rrugës, do thua ti pse? Pse? Ule zërin e televizorit, pastaj do them pse. Ule zonjë. Ule zërin e televizorit. E ula. Ule në 0, a? Po në 0. Edhe kemi ngel mes rrugës, do thua ti pse? Pse? Sepse shtëpiat na janë prish nga tërmeti, na dhan shtëpiat, i morëm ato jo katet e jo shu, po s'po bëhet asgjë. Çfarë keni marrë? Si sens po bëhet? Çfarë keni marrë deri tani zonjë? Bonusë, ne kemi 2 vjet që s'marrim. 2 vjet kemi që s'marrim as bonus, as asgjë, me një pension, isha me qera, më nxorri jashtë, tash i ka marrë shtëpiat e vjetra, ku të shkoj? Nuk është shembur pallati apo ka qenë shtëpi private? Jo, e kam shtëpi të ulët. Përdhese. Po bi, çfarë dëmi u vlerësua nga ana e ekspertëve? Doli që të shembet, nuk jetohet. Po nuk e kanë shembur. E pabanueshme. Nuk e kanë shembur akoma. Jo, nuk e kanë shembur. Doli e pabanueshme. Pra të erdha këtu se pse s'kisha lek, më ndorri jashtë, s'kisha lek. Tash po presim. Se kur do ndan, i Zoti i Madh e di. Çudi e madhe. Ato dokumentin e vlerësimit e ke? I kemi ato dokumentat. Minisa ato të ta shohim, dakor? Po mirë. Faleminderit dashur, ditë mbar. Faleminderit ty për telefonatën. Faleminderit, gjithë të mirat. Kalosh një ditë mirë, më pafshim. Faleminderit edhe juve. Shkojmë në publicitet dhe vim pas pak në pjesën e tretë të programit. Mos u largoni.
Themi në studio në pjesën e 3 të programit, 8 fiksora, avion komunikimi me ju prej orës 7:20. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Urdhoni, mirëmëngjes. Jam një zotëri nga Elbasani. Po? Gruaja ime merr pension dhe merr 53.000 lekë për kraje sociale. Edhe po bën 2 muaj që s'e kam marrë më këtë për krajën. Po pse? Çfarë ndodhi? Po nuk e di. Nuk e di se çfarë ndodhi. Pritëm një muaj, muajin e parë, mas e bëzim muajin e dytë prapë i ka ardha për krajë. Pipo, çfarë ka ndodhur? Po kam pyetur atje ke sigurimet, edhe na kanë thënë që i kanë kaluar me ato bashkë me pensionin, se ne patëm provë vete. Edhe kjo... Pensionin e ke marrë? Pensionin po. Ishin lekët aty? Lekët e pensionit po 33.000 lekë që ajo. Po s'kam... Në bashki ke pyetur? Jo, në bashki jo, po ke sigurimet. Po jo, po janë lekët e bashkisë ato ndër, nuk janë sigurimeve. 33.000 lekë. Janë bashkisë, pa? Po, patjetër. Besoj duhet i kenë kaluar te sigurime shoqërore, megjithatë pyeti për Meraki. Mirë? Mirë. Falenderoj shumë për telefonatën, ditë të mbar. Shkojmë me tjetër, përshëndetje. S'ka gjë. Presim pak sekonda për të radhës. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim. Urdhëroni. Vetëm një pyetje kam. Po, më thuaj. Do të them për këto pensionet, e shequr ligji për bujqësinë? Gjyqi? Po. Faleminderit. Edhe gjithmonë unë ndjek. Faleminderit. Edhe bravo të qoftë, se vajta në Sarandë, se kam pas shopinë në Sarandë. Edhe i më thoshë mua është gjyqi, i thoshë unë jo, shequr gjyqi. Qiko? Vajta prapë në të në sigurime shoqërore për gruan. Çfarë moshe ka zonja? Po bëj 2 vjet që kam mbyllur unë. Ke parasysh ti jo me gjyqi janë dhe këte, kurse unë bëra gjyqin vet. Kaloj gjyqi im, e do dalin tha ai dhe do e marr pensionin. Nuk e kam, po për gruan. Për 4 vjet, se nuk më ashtu mua 4 vjet e gjysëm që ka punuar në ferem kjo. Ke parasysh ti? E kuptova. Okej, mirë, bukur. Andaj po them unë që nga hequr ligji i kësaj. Okej. I gjyqit. Po. Po mirë tani, kur do futen fuqi ky ligj tani, që të mbledhin në vitet kjo? Urdhë? Kur do futet ky ligj në fuqi të mbledhin vitet? Shiko, çfarë moshe ka zonja edhe një herë se nuk ma the. 64. Aha, nuk është për I kanë mbyllur për para pensionet, pasi se Jo, nuk është për këtë rast i dashur. Se nuk ma the moshën që në fillim. Për zonjën jo, nuk vlen. Është për ata që se kanë plotësuar ende moshën. Kjo do bëj me gjyq kjo? Po i nderuar, se nuk ma the moshën që në fillim, prandaj të thash është hequr gjyqi. Është hequr për ata që s'kan dalë ende. Faleminderit. Përshëndetje edhe ty për telefonatën. Ditë të mbar. Ikim me tjetër, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Interesohem për certifikat në shtëpi, se kam hodhur deri në 10 orë. Po? Edhe s'm ka dalë. A shtëpi tërmeti, shtëpinë e vjetër kam pas me certifikat. Sa kohë do të dalë? Si? Sa kohë do të dalë nga hipoteka? Certifikata. Certifikata e pronësisë? Pa, shtëpisë. Kur e ke bërë aplikim? Po çfarë the shtëpi tërmeti se nuk e dëgjova mirë? Pa, shtëpi tërmeti. Si shtëpi tërmeti? Çfarë do të thonë? Për certifikat, i kam hodhur për certifikat. E ke marrë nga shtëpi të re? Pa. Po pse kush të thatë të aplikoje? Shumë sa i ndërtu se ka... Jo, do i sjell bashkia ato e tash. Si? Ndjes, do i sjell bashkia e dashur. Do pa I kam hodhur vetë, i kam bërë gjithë pagesat vetë, i kam hodhur vetë. Pse i ke bërë e dashur, kush të tha? Wow. Do i sjellin vetë institucionet ato, zonjë. Po kupton? Unë në shtëpinë vjetër kam pas me certifikat.
Po pra do t'ja u sjellin vetë institucioni certifikatën për shtëpinë e re dashur. Nuk është nevojë ta aplikoni ju. Nuk më fa një bashkisë, mos më ja fash, ata nuk më sa se do të bëj vetë. Ja po ta them unë. Po kam harxhoje sa lek Klodi. Si? Kam harxhoje sa lek. Këtu s'të ndihmoj dot. S'të ndihmoj dot këtu. Falenderoj dashur. Një pafshim. Mos u mërzit. Faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Kam marrë të javës tjetër ke redaksia juaj dhe kam pru ato 2 fletat që më kërkove të vetë deklarimit. Po? Cili rasti nderuar sot? U bo një javë, e vendonës së Ballkize, po unë ta kam çuar në emrin tim, e Qerem Izeti. Ku ma keni se Qerem? Te redaksia. Me post? Kam marrë të javës tjetër direkt e kam pru ke redaksia. Me post? Jo më me dorë si ta kam pru. A që u takuan bashk? Jo, su takuam, po Po ma trego pra. Ajroja më tha që kështu tha është Klodi atje, tha s'ka nevojë, tha i mori Klodi, tha mos e tako tha. Me çfarë emri? E Qerem Lizeti. E Qerem? Lizeti, vetë deklarim. Në duhet pyes pastaj ndërruar, unë s'ka marrë asnjë dokument deri tani me këtë emër, po sapo të dalë do t'i njoftoj. Ke lënë numër telefonit e dokumentet? E kam lënë me gjithë numrin e telefonit, nëse numër telefoni e kam lënë atij rojës, po tha, po ja çoj direkt në redaksi tha dhe i shtoj me Klodi tha vetë. Okej, ja do Kam thënë që javës tjetër. Okej, do pyes pastaj dashur. Atë rojën direkt atë rojën. Po mirë. Okej. Po prandaj mua telefon se ndoshta mos duhet në diçka tjetër. Nuk duhet asgjë, në rast se ke lënë numrin aty është okay. Unë po të bezdis dhe i herë tjetër. Nuk po bezdis asnjëherë. Faleminderit, të uroj gjithë mirat. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Në problem të Shqipërisë. Mirëmëngjesi. Alo, zotëri. Armand quhem. Urdhëro Armand. Këtë desha të pyes. Merret me çështje pensioni institucionit tuaj me jashtë shtetit apo vetëm me Shqipërinë? Më thuaj problemin i dashur dhe të them pastaj. Problemi është kështu. Unë kam një vit të sa që e marr pensionin. Menja gati $1.100. Po në që shore këtë më mbrapa mu shkurtua rreth $200 vërtisht. Nga ku e merre? Nga Amerika? Nga Amerika. Kërkova arsyen, fola në telefon me Social Security dhe më nxorën një përkthyesje shqiptar. Dhe i tha pse mu shkurtua $200, më tha arsyet, më tha që para datës 7 të shkurt do të dërgojmë letrat dhe do të shpjegojmë gjithçka. Po vjen data 7 mars dhe unë akoma nuk kam marrë asnjë. Po pse nuk i ke marrë edhe një herë në telefon? Po si ka marrë se po pres, më thanë gjemë 7 shkurt. Po pres të vinë kartat vete në postë. Nuk ka ardhur. Një mesazh telefon më thotë që është në magazin. Vetë e kërkoj s'ka ardhur. Nga flisni ju, zotri? Nëse është mundësia, po, nëse s'është. Nga flisni ju? Nga Korça. Okej, më lë një numër telefonit të regjia. Po, 069. Një lërë të regjia, lënë të lutem. Mos e bëj telefonin. Ndërkohë ne shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, po, urdhoni. Gjese Klodi, urime për emisionin, përshëndes. Ju më ndjek çdo ditë, jam një dëgjuese rregull. Falenderoj shumë. Dhe doja të pyesja për diçka, më falësh, ndoshta nuk mund të shprehem edhe saktë. Kam një kushurinë time, asaj ka vdekur burri. Dhe burri kishte paguar sigurimet, ka rreth 25 vite, mos them më. Dhe ajo ka një moshë rreth 28 vjeç. A i takon kësa ati marri këto vitret e punës që a i ka paguar siguracionet. Po ku ka punuar? A i në punë private në ndërtim, po ka qenë i siguruar, ka paguar ato sigurimet. Po shumë mirë. Dhe ka qenë në pension, ndërkohë po thua? Jo, s'ka qenë në pension. Po pra, ku është shqetësimi, ku është pyetja? Do më thënë që, ajo pasi të mbushin moshën për pension, a i merë do të këto vitre që a i ka paguar? Po pse jo, është pyetja që bëj unë. Sepse ajo nuk ka punuar, s'ka vitre pune. Edhe njerë, po çfarë vitesh do kërkon të marrë atëherë kur s'ka punuar? Se s'po e kuptoj. Burrit tema, ai takon ti marri. Ato të burrit? Po. Është gjallë burri? Jo, i ka vdekur. Shiko, ajo mund të aplikoj për pension. Çfarë moshe ka zonja sot? 28 vjeç.
48 vjeçë. Po. Ka aplikuar për pension social? Jo, s'ka aplikuar. Në Albania ta aplikoj për atë dhe në rast se janë kushtet e përfiton që tani. Shumë faleminderit. Asgjë fare, të lutem, sepse vitet si vite pune nuk mund të merren nga një person te një person tjetër, edhe pse ka ndruar jetë. Më kupton? Vitet janë personale të tim, mund të marr pension për shkak se ka ndruar jetë bashkëshorti, por jo në kuptimin nëse ka 10 vite vet, mund t'i marrë dhe 10 vite bashkëshortit që ka vdekur. Jo, nuk funksionon kështu. Jo, ajo nuk ka punuar fare sepse ka qenë me probleme. Ka syt, nuk ka punuar. Po, e kuptova. Mirë, dashur, kështu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Gjithë vira për juve, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirësi. Urdhëroni. Të pata jam një person që me nga Dibra, pa të telefonu një para një 2 javë më duket. Po, për çfarë? Për dezavor që nxjerrin nga lumi atej, mëse mori shumë në dalë. Po, e dimi ndëruar, kemi bërë një kërkesë në institucion për këtë gjë. Asë në të evramen në hisër vërë, 20 kam mirë në ditët e 5 fleta në 100 në vitat të një. Ato kanë hangë në vetë të mërën rrugër, po ne i kemi informuar i dashur. Shpresojmë që të ketë reagim tani. Nuk kemi marrë përgjigje konkrete me thënë drejtën, por të shohim. Nuk kapën për qënë ato vetë. Po, mos i ka që i sigurt. Ja ka lërë shumirë. Edhe ti, vlla. Shkojmë në telefonat tjetër, mirëmëngjes. Jam invalid punën në Elbasani. Alo. Mirëmëngjes Elbasani. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam invalid punën në Elbasani. Po, mos bërtit se të dëgjoj shumë mirë. Marë 198.000 pension. Po? Edhe marë 33 tjera, 33, e ka 33 që tho. Edhe ato unë i pak marë veç, fakt. I me i ka bashku atje, i ka bashku bire me pensionin. I të takon e bonsa? Po, të takon. Po. Po e pa i ka bashku me ven. Edhe? I 198 marë shuna. E 33? Sa i bie? I bie 200 e sa? 231. E, po të këtu. I pash marë veç una. Po pra. Të takon bonus. Bosin që mora për vitri e mora una. Po. E marë bosin 100.000? E përfiton bonusin dhe. Se sa nuk e di, duhet parë pensioni se sa e ke, po kur ta marë, shikoje. E për 100.000 ka kona dhe. Okej. Ti e ke marë për këtë muaj? Për ka marë, jo këtë muaj se ka marë. E, po mere njëherë pastaj. Miri dashur. Të përshëndes shumë, faleminderit e ty për telefonatë. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, me Klodin do flas. Klodi jam. Doja të bëja një pyetje. Po. Buri tani në mars më bëri 64 vjeç. Dhe është invalid. Po? Edhe dua të di, ka nevojë për të bërë dokumenta për pensionin, apo e kalojnë vetë sigurimin? Jo, dëgjoj pak si funksionon. Nuk e kalojnë vetë. Ai do mbaj pensionin, domethënë, do mbaj pagesën e invaliditetit apo do dalë pension 65 vjeç kur të vi mosha? Të invaliditetit. Okej. Invaliditetin mund ta mbaj ose mund të zgjedh mes njërës apo tjetrës vetëm në rast se është invalid i përhershëm. Jemi në këto kushte apo jo? Jo. Nuk është i përhershëm. Nëse nuk është i përhershëm, dashur 65 vjeç do ndërpritet pagesa e invaliditetit dhe ai do aplikojë për pension. Në rast se është i përhershëm, mund ta aplikojmë. 65 vjeç pra vitin tjetër, marsin tjetër. Më kupton? Se dalin 65 burra, po do aplikoj për pension, pra në rast se nuk është invalid i përhershëm, invaliditeti ndërpritet kur është 65. Më kupton? Po. Dhe çështja e kempit funksionon në moshën e pensionit si burrat dhe gratë që trajtojnë me pagesë invaliditeti në rast se janë invalid të përhershëm kanë të drejtë të zgjedhin ose të mbajnë kempin ose të aplikojnë për pension. Në rastin tuaj burri do të dalë në pension patjetër sepse nuk është invalid i përhershëm sipas jush. E kupton? Po, të kuptova, Klodi. 65 vjeç do aplikojë për pension sipas viteve të punës dhe të invaliditetit që ka. Po, të kuptova. Mirë? Faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit e ty për telefonatën. Po presim tjetër. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroj dashur. Unë para 2 javës kam marrë për këto lekët e invaliditetit. Shkova edhe more ti. Kam shkuar në bashki, kam shkuar në ato sigurimet, e më thanë kaloj të pensioni jo. Është muaj 3 që nuk po i marrë. Ti më thaj më jep embrin, se do pyes vetë edhe Floresha Talo. Floresha? Talo, Kurbin. Floresha po të kanë sqaruar, më thanë mua. Jo. Si jo? Jo, unë kam shkuar ka dhe 2 ditë, e më thanë që ne këtu të pensionet nuk na kanë ardhur. Ja. O pse të shqetësonja ty o djalë? Jo, nuk më shqetëson fare mua kjo. O më shqetëson përgjigja që më kanë dhënë tani. Më jep dhe numrin e telefonit, lutem. S'e mbaj mend. Mirë, s'ka gjë. Do na marrësh nga Eva tjetër? Po. Faleminderit. Mirupafshim, shëndet. Ju dëgjofshim. Shkojmë me telefonat tjetër. Përshëndetje. Është larguar. Bukur. Presim për pak. Çaste. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Ludzim Afro, përshëndetje. Po. Kisha një problem me këtë këmbit. Neve jemi në këmbë, personalisht unë jam në këmbë, invalidi plot, me 2 bypasse, me 2 valvula, edhe problemi është që neve na marrin komision çdo vit. Çfarë komisioni? Dalim komision çdo vit. Okej, po. E drejtë është. Problemi pse ne nuk bëhemi më për punë. Çfarë moshe keni ju? Çfarë moshe keni? Me 2 valvula, me 2 bypasse, me çfarë moshe keni zotri? Çfarë moshe keni? Çfarë moshe keni? Unë jam 63. Edhe 2 vite dhe nuk do kesh më nevojë për të dalë. Po, atë e dim, po pse duhet na marrin vit për vit? Kështu e ka ligji dashur, edhe unë s'jam dakord, por kështu e ka. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Ditë të mbar, jemi në fund pjesës së tretë. Mirëmëngjes, telefonata e radhës. Kemi? Së larguar. S'ka gjë. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Klodi, urime për emisionin. Shumë faleminderit zoj. Desha të pyes se unë paguam me ARN, nga repati ushtarak, në mbrojtje. Mirë, po tani nuk mora pensionin, edhe nuk na dhanë për shpërblimin, për zitni lekshin. Pse? Nuk e di. Dhe prandaj tash pyetja një. Edhe njerë, çfarë pensioni merr ju? Unë marr ARN, që na paguan shteti. Jo, nuk ju takon. E di. Në del në maj, që është aty. E di dashur, nuk ju takon, nuk jeni përfshirë në kategorinë e përfituesve. Më kupton? Nuk na takon. Jo, nuk jeni përfshirë këtë herë. Rros, shumë faleminderit nga ana juaj. Asgjë fare, të lutem. Mirupafshim, faleminderit. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo? Flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Klodi. Po. Jam nga ato të përndjekur politik për shkatime pa gjyq. Po. Dhe e tu e si përndjekur, ka marrë letër me vlerë edhe një këst të fillimit. Tashti aty ka qenë pas regjistruar baba, e kam bërë me vendim gjyqi në 24. Tashti më kanë fut një datë tjetër si kur është pushkatuar në 26. Po, kur është bërë ky ndryshim? Kur është bërë ky ndryshim, them? Mbasi mora nga komisioni 3 palësh e tjera, nuk di më sa. Ule zërin televizori, se më ngatron kështu. Edhe i kam pas gjitha dokumentat rregull, tash më kanë fut një datëlindje të 26. Në 26 s'ka pas pushkatime pa gjyq që ka qenë vendosur regjimi i rëndë. Po kush, cili institucion e ka bërë këtë gabim? Nuk e di. Më sill ndonjë dokument i dashur që të shoh ta ndjek. Po, ku mund t'ju gjej?
Me post ose në këto rrjete sociale në rast se I përdor? Uro? Me post. Me post adresa? Ora News. Ora News. Ora News. Ora News? Po. Klodi Karaj. Po, I dashur. Shumë respekti. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Do presim tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Klodi jeni? Klodi jam. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju flas në Dorsi. Po. Ju ka marrë dhe herë tjetër. Jam një invalid pensionist. Më kupton? Po, të dëgjoj. Kam bë kërkesë për rishqyrtim të pensionit, jo se jam pension jam, pa kam të ullët. I kam bë rregullat 1 për 1. Ke sigurim shoqërore të Durrësit I kam dorëzuar letat 1 për 1. Po më sërrollasin ka kaq kohë. Po pse? Pse ka bërë ke në Albania, dhanë letat I ketë rregullta. Shkoj ke sigurim shoqërore në Durrës, prit 10 ditë. Nuk e di se sa 10 ditë që do të pres, zotëri. Ka një sërollatje pa kuptim. Kam 100 e sa ditë që më sërollasin. Si e ke emrin ju? Unë e kam emrin Luan Mehja. Ta jap emrin. Me sinceritet ta jap. Luan kush? Luan Mehja. Po babaj? Shaban. Po pse ka ndodhur kjo gjëja sipas jush? Urdhë? Pse ka ndodhur kjo sipas jush? Kjo ka ndodhur kjo zotëri sepse nuk e di një Allazberish I sigurim shoqëror të Durrësit. I ka letat aty përpara. I jam përgjigjur çdo lloj kërkese që ka bërë sigurim shoqëror të Durrësit, jam super I sakët. Në gjithë provoni edhe ke I në Albania. Qofse s'është shtum tu që ke maskara. Jam I rregull komplet. Nuk e kuptoj zvarritjen pse ma bën mua sigurim shoqëror të Durrësit. Me thanë herë në punë shkon ta me lekët e marsit, qofse s'jem nita të rregullim në shkolla, mua lekët as I lek nuk më është ngritur. Ana një sërollatje pa kuptim, jam dhe invalid më zotëri. Mi jep edhe një numër telefoni. Invalid I plot. Mi jep edhe një numër telefoni. Nuk duan me ditë para se je invalid si edhe invalid. Unë kërkoj drejtën time zotëri, nuk dua as I kjo, as I fije floku. Mi jep edhe një numër telefoni. Numër telefoni ta jap unë 068 31 11 872. 872 apo 372? 872. 872 apo 372? Jo, 872. Okej, në rregull. Faleminderit. Jo I lutemi, punë të mbarë. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. 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 Uleni zërin televizori, zonjë. Nuk u kam ndonjë problem, kam marrë thjesht për t'ju falenderuar për përgjigjet, për sjelljen, për të gjitha problemet që trajtojnë populli, ju marrin në telefon dhe ju jeni shumë I përgatitur në të gjitha fushat dhe ju jep përgjigjet e sakta të gjithëve për problemet që kanë. Edhe njëherë ju falenderoj. Shkënaqësi për mua. Për sjelljen. Shumë faleminderit e dashur. Gjithë të mirat ju uroj, nuk ka ndonjë problem timi. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Faleminderit. Thjesht nga dëshira e mirë për ju dhe respekti. Shumë faleminderit. Mirënjohje pafund. Faleminderit e dashur. Presim tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flas për Italisë. Urdhoni zonjë. Unë baj 62 vjeç në 25 mars. Kam punu në fermë qytetënore 4 vjetë. A përfitojnë për këtij ligjit ajo? Po. Se nuk më dalin 4 vjetë Po, përfiton. Faleminderit. Edhe dyta. Po. Me këtë senatin që që është liu. Kush? A thu mund ti... Për kë ke fjalën? Për kë zonjë? Në Italinë. Po, kur të miratohet dhe atje, sepse në Senat nuk është miratuar ende, prandaj nuk ka njohur zbatim deri më sot në Itali. Në Shqipëri ka kaluar. Mirë, faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonat. Punë marë, mirë pafshim. Miru dëgjofshim. Kemi kohë për tjetër lend? Jo. Alo. Mirëmëngjes. Okej, mirëmëngjes. Klodi? Po. Kam një problem.
Nusje e vllajt ka ngel i ka vdek burri, edhe ka ngel pa pension, pa gjë. Po. Vite punës ka, vllai ka pas vite punë, ka punon minjer, po i rani s'mu njëra. Çfarë moshe ka zonja? Është 52 vjeç. Po të aplikoj për pension social në Albania? Atë të bashkëshortit? A i tako? Të aplikoj ndërruar. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit e ty për telefonat. Ditë mbar. Shkojmë në publicitet dhe vim pas pak në 20 minutat e fundit, mos u largoni. Jemi kthyer në pjesën e fundit të programit, ora 8:31 minuta, vijon komunikimin për orës 7:20, si gjithmonë 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje ndër. Kam një problem, në datën 10 moshën për pension. Po. Mirë, po kam problem të firma që punoj, ka ja 4-5 muaj pa derdhur për deklaru, i ka deklaru siguracioni, për nuk i ka derdhur. A ka nej problem që ta shtyj pak aplikimin? Mjafton që të bëhet brenda vitit i dashur. Brenda vitit, e? Po. Bravo, shumë faleminderit. Asgjë Uroj fare. shëndet. Të lutem. Punë të mbar. Faleminderit juve për telefonatën, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Okej. Alo. Alo. Mirëmëngjes. 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 Klodi. Urdhra. Ti? Unë jam. Po je tu fol me një burr. O Klodi. Urdhra. O Flori. U lezërin e televizorit. Unë s'kam televizor, e kam mbyll fare. Po nga e diti që isha duke fol me burr pastaj? Po dëgjoj atë. O Klodi, e di kush jam? Jo. O Flori, o Yll. Ha. Unë nuk e di që përshëndetë të tjap, kesh me jetë atë djal e atë nuse e luma e nën që të ka lindur. Faleminderit. Të kam zemër, jam nëna madhe. Nuk po e kap tani, ose s'më ke marrë ke kohë, ose... U le zërin televizorit, o shpirt, të lutem. Alo? Klodi. Urdhëro, po u le zërin televizorit, se nuk po të kuptoj. Po i kam dëgjo tani. Po unë e kam ullur fare, e kam fikja. Po tani? Tani i ke mirë. Po fike fare, më mirë. Dëgjo tani. Urdhëroju. Ti e një yll. Një yll i vërtet. Faleminderit. Ti e Flori. Lumë nëna që të ka lindur dhe luma e familje që të ka. Faleminderit. Unë vetëm mora të përshëndet nëna. Faleminderit. Je vërtet i papam, jam një nëna madhe. Kam shumë gjatë pa të marrë. Po pra, po se prandaj nuk po të mbaj mend, prandaj kush je? Jam një nënë e madhe, një nëna më e madhe në botë. Ashtu, ë? Po. Po cila? Dashuri Kullolli. Ë? Dashuria më quajnë. Okej, po sa kohë ke pa na marr? O, sa kohë kam i zemër. Pse kështu ti? Ti e vërtet një yll, ju përshëndet si program, edhe si staf, edhe luma jo që të ka fat dhe lumë ti që ke fat. Faleminderit, po pse ke munguar kaq kohë? Po kam munguar se kam dashur të përshëndes, po thash që të djalin tani. Ja, po nuk më shqetëson kështu. Atë kam zemër, nëna. Të ecë të mbarë gjithë jeta. Mirë ke qënë? Mirë. Mirë jemi tani për moshën që kam unë. 76 vjeqe. Mrekulli fare. Mirë, dashur, faleminderit që morë. Kam zemër, nëna, kam zemër. Edhe unë ty. Gjithë të mirë atë shpirë. Pafshim. Shkojmë tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një dëgjuese nga Pogradeci. Po. Pegjoli me. Ne trajtoheshim me ndihmë ekonomike. Para një viti na i prejnë. Viti po do. Eri taksosa bën një kontroll në përshpia. Po, nëse është bërë viti, duhet aplikoni sërish e dashur. Po, vajta u ankuam, vajtëm të pyesim në komunën, në Buçimas në Pogradec. Edhe nuk na ka ardhur ndonjë urdhër sa për juve që jo kam tersa. S'ka lidhje fare, nuk është me urdhër, nëse plotësohet viti aplikon automatikisht pa pyetur njëri.
Nuk na i bën. Jo, s'ka lidhje me urdhër ajo. Nëse kalon koha dhe bëhet fiks për të aplikuar. Ne edhe nga task force na i prej nga. E kuptova pra, sepse ndoshta kanë vendosur, kanë vënë re pas saktësi që nuk shkoj me plotësimin e pikëve dhe do aplikosh pas një viti pastaj në rast se është plotësuar një vit tani. Më kupton? Bëhet kjo? Patjetër si nuk bëhet. Kështu funksionon skema. Po, aty në komunë na thanë që nuk na ka ardhur urdhër që ju do të bëni. Do aplikosh. Nuk ka lidhje me urdhër kjo. Po, aplikimi nuk... Po, ata në zbinë do të kasta edhe... Mirë, mos i bëj atëre për çfarë më more? Jo, po s'na thanë ata, se ata duan karta që të... Po kur kalon një vit, nëse ta kam prerë në 7 mars të vitit kaluar dhe nesër është data 7 mars, në 8 do aplikosh. Më kupton? Në rregull. Do aplikosh se kështu është, ka qenë një herë në 6 muaj, tani është bërë një herë në vit. Po. E qartë? Mirë, faleminderit. Dhe shumë edhe ty për telefonatën. Ditë mbar. Presim tjetër në këto 15 minutat e fundit të programit për takimin e kësaj të ende të datës 6 mars. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mëngjesi, më fali që ju bezisa, nuk ju bezisa. Por më të marrë përgjigje zoti Kloti prej jush. Jam i telefonuar sa të mora. Cili rast i nderuar? Ai ati pa ke sigurisht shoqëror të Durrësit. Po ja pra të pyesim i nderuar dhe të marrë përgjigje. Jo, mirë, sa mund të pes tash, më fal. Nuk e di nderuar, varet se sa do ma sillin përgjigjen dhe ne në pritje jemi nga në varësi të institucionit, më kupton? Ja, mirë, më fal. Gjithsesi do të nuk e di. Një 4-45 ditë që i kam prit. Nuk e di nderuar, të them kot, sa ai mund të vi edhe pas nesër, mund të vi edhe të hënë, mund të vi edhe të martën. Jo, vaj, që mos ju bezdis pa telefon. Jo, nuk na bezdis fare, ne prandaj jemi këtu. Jo. Jam më tepër i bezdisur nga vetvetja, s'faqera hati, s'faqe qetësi me këta. Pa merak, nderuar. Falenderoj shumë. Rosh, faleminderit. Punën e parë. Ditën e mirë, i nderuar. Faleminderit. Ikim me tjetër? Larguar. Po mirë. Alo. Alo. Përshëndetje. Urdhoni zonjë. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po Umar, jam nga Llakatumbi. Në Llakatumbi Vlorës. Po. Dhe nuk në Llakatumbi duam që të bëjmë këto të shtëpive, nuk ka kaluar Luizmi. Si nuk ka kaluar? Ka kaluar Luizmi fare në Llakatumbi të regjistrojnë shtëpitë. Nuk është bërë azhurnimi? Nuk është bërë. Okej. Do të presim, zonjë. Është diçka që bëhet me vendim të institucionit kryesor dhe duhet të presim. Sepse po sa do të presim sepse nuk funksionon me të pyetur, prandaj më kupton, është një proces që varet nga kushtet të tjera dhe jo nga fakti që pyesim apo nuk pyesim. Më fal, do të pyes për një gjë tjetër tash. Më thuaj. Që do më japë shpjegim apo jo. Unë kam bler një palë shtëpi dhe me certifikat, jo certifikat, kështu po është me noter, blerje. Qa dhe prime mund të bëjë tjetë shpjegim Ti do aplikosh për ta bërë me certifikat pronësie. Me ato dokumente që ke aplikon në Albania për ta bërë me certifikat pronësie. Ti e ke bler? E kam bler. Po pse se ke kaluar deri më sot? Po se kam kaluar të ose po kaluar Luizmi, ose matën. S'ka lidhje me, a ka pasur certifikat pronësie në emër të atij që e ke bler zonjë përpara? Urdo? Shtëpia ka pasur certifikat pronësie në emër të atij që e ka pasur? Nuk e di, se kam pyetur. Si ke pyetur, si e bleve shtëpinë pa certifikat? Vetëm me shitje blerje. Po pra po, me shitje blerje, dakord, po them, ka certifikat pronësie prona që ti ke bler apo jo? Dhe nëse ka dhe është në emër të personit që ti ja ke bler, përmes këtyre dokumenteve aplikohet për ta kthyer në emrin e pronarit. E kupton? Më kupton? Se ati ka vdekur dhe gruaja faktikisht. Si? Ati personi i ka vdekur dhe gruaja. Tashi, do këtë ndonjë problem? Çfarë problemi? Për në certifikatën ai. Po duhet ta dish pra, se ju nuk e dini nëse ka pasur apo jo certifikat pronësie. Nëse ka pasur do bëhet kalimi nga emri i certifikatës në emër të tij në emrin tuaj. Nëse s'ka pasur, do aplikosh për
certifikat në emrin tënd përmes dokumentit akt shitjes që ke bërë. Që të interesohem unë. Po. Po si nuk e ke pyetur? Se ti bëjmë me lek ato dokumentat. Si? Nuk kemi me 80.000 lek pension, nuk kemi lek që ti bëjmë dokumentat e shpive, thash. Nga jo i kemi në një deri tash pa bërë. Okej. Të themi. Faleminderit. Faleminderit e ty, zonjë. Okej. Shkojmë me tjetër? Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhëroni. Alo. Urdhëro. Me Klajtin? Klodi jam. Klodi. Urdhëro. Do jam një person në afjeri e dola në pension, do më thënë, për të vit në 21 shkurt. Po? E kam bërë do i dhe Albania, u s'ka marrë dhe i tani në i përgjigje. Kur? Nuk kam marrë në i përgjigje. Kur e ke bërë aplikimin? Ja, i në Albania, me te kam... Kur? Përdo? Kur e keni bërë nderuar? 21 shkurt pra. Dhe për çfarë ke aplikuar? Për pension. Apo e herët? Zgjat pak ajo i nderuar. Në rregull, mos u shqetëso fare. Po, sa zgjat? Po mund të shkojë edhe 2 muaj. Oh, mirë. Faleminderit. Je në rregull, pensionin do e marrësh nga momenti që ke plotësuar moshën për pension. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Alo. Po. Jam Mr. Bajram Musa. Para të kohës folëm neve për punë shtëpie, për punë certifikatës. Më thej që mi çoj dokumentat. Ku mi dërgove? Ti kam çu dokumentat. Ku mi dërgove? Me Salgjeri. Me emër? Me emrin tuaj, Kladi. Si the, zotri? Mr. Bajram Musa. Po ku mi ke nisur, mo? Ke Mesagjeri. Me emrin tënd? Po. Si e ke emrin? Mr. Musa. Oreni Musa. Jo, nuk i kam me asnjë nga këta emra. Oreni Musa, o Mr. Musa. Një sekund. Ku jetoni ju? Unë jam në Itali tani. Po kjo adresa është e jotja, kjo Remi? Po. Më pas ke lisur edhe një video me djath. E ka një zgruja ime. Pale. Gruja kur e merë telefonin tim dhe si doje. Zot. Jo, more, nuk ka gjë fare. Unë tani po i hap të mesazhin nderuar. Dhe po të shkruaj një po që mos e harroj pas emisionit dhe do komunikojmë. Ku është bërë aplikimi? Një sekond në Kruj, apo jo? E Kurudha në Durrës. Në Durrës plazh. Okej, në Durrës plazh. Mirë dashur, do flasim pastaj, mirë? Okej. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Shkoj me tjetër? Mirëmëngjesi. Alo. Urdhroni. Ju përshëndes. Urdhë? Ju përshëndes të mirat. Faleminderit shumë, edhe ne ju përshëndesim. Kam telefonuar për legalizim shvijet, edhe para i mujt e gjysmë në kështu. Cili rasti, dashur? Urdhë? Cili rast? Për legalizim shvijet. Po pra, më ke nisur dokument? Po. Kush jeni? Tom Dragu. Si? Tom Dragu. Ku ma ke nisur i dashur? Po, Dr. Klodi Karaj në Instagram, mos kjo shakabim? Me emri jot dhe njëherë? Tom Dragu. Tom. Prit.
Dragu, ë? Pa. Si? Tom Dragu. Po jo më ndërruar. Kur ma ke nisur për afërsisht? Po përzove kohaj mu e gjys. Shiko, do më shkruash vetëm një po tani kur të mbyllësh telefonin, të lutem. Çfarë të rregoj? Një fjalë, po. Po. Kaq. Faleminderit. Mirë? Mirë, se e kena bo edhe për shpejtume që është 21 i kam aplikuar dhe nuk kena filloj përgjigjet. Kam bo edhe të Albania, kam bo kur nuk më vjen përgjigja si lloj gjojët. Okej. Mirë. Më shkruaj një mesazh aty dhe të komunikoj. Faleminderit. Përshëndetje dashur, faleminderit. Për telefonatën shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhëro. O Klodi. Urdhëro. Të unë të mbaj e so që nuk e kam pru momës për të dosjen 4 muaj që i rinë të ranë. Dosjen e kujt? Dosjen e momësime se nuk shë para se verbur. Okej, dhe s'ka marrë përgjigje? E ne s'ka marrë përgjigje në ty. Nga kush? E kam telefonu ty, ditë në eke. Jo, do i vi nga institucioni përgjigje dashur. Zgjasin pak këto përgjigje, sepse kam procedurë, por në çdo rast i vi. Si? Do i vi nga institucioni. Mirë? Mirë. Përshëndes. Faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër. Alo? Kemi? Po. Mirëmëngjesi. Po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jo, sa të më shko, sa. Po pse e mbylla o shpirt? Ups. Ikën të gjithë, ë? Alo? Alo? Përshëndetje. Alo, Klodi, përshëndetje. Mirëmëngjes dashur. Bashkësorti im ka dalë në pension dhe 2 vjet ka punuar në shtet me sigurime shoqërore. Po. Dhe 6 muaj ka punuar në një firmë private me sigurime shoqërore. Atëre, ato muajt e sigurimeve shoqërore që ka punuar në privat, njihen për shtesë pensioni? Sigurisht që po. Njihen. Patjetër. Pse Po mos njihen? atëre kur ka punuar në privat, vërtet ka derdhur sigurime shoqërore, po ka marrë dhe pensione. A ka marrë dhe pensionin? Po pra, ka marrë. Nuk llogaritet, më fal. Jo, nuk i llogaritet dashur. Të gjithë ata të cilët duan që t'ju llogaritet kjo periudhë pas pensionit, duhet heqin dorë nga pensioni për sa kohë do punojnë. Okej. Mirë? Asgjë fare. Të lutem, faleminderit dhe ju për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Është larguar pak çaste, ndoshta për telefonatën e fundit për ditën e sotme. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Klodi jam. Alo. Po ule zërin televizorit. Ule zërin televizorit. Kam një kunot. Ule zërin e televizorit se nuk flasim dot kështu. Po s'ka hiç. Ule, s'ka hiç. S'pam televizorin e kam të ulum krejt. Po, flisni tani. Kam një hall, zoti Klodi, kam një hall, kam një kunot të smon. Po? Ajo nuk ka vite pune, por i ka vdek burri, ka vitet e punës të burrit. Si bëhet për me qanë me i marë? Me marë pension ajo. Do aplikojt në Albania për pension social. Pension. Ashtë 5 vjeqe, nuk e ka moshën. Po, do aplikoj për pension social. Për pension social, a? Po. I nejpët, a? Pa tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për telefonatën. I ditë të marri shumë. Edhe ju.